Fëmijët janë krijesa të rutinës, të këmbguljes, të vazhdimësisë. Pra çdo rregull që vendoset duhet mbajtur. Duhet mbajtur në mënyrë të përditshme, në mënyrë konstante. Pra një rregull që vendoset duhet të vlejë për çdo ditë. Pra nuk mund të respektohet një ditë dhe të shkelet ditën tjetër. Fatmirësisht, filtrat e prindërimit për rrjetet sociale, për përdorimin e smartphone-ve, janë prezent në treg që nga dita kur smartphone-ët janë lejuar, janë prodhuar dhe kanë dalë në treg. Por ky është një informacion që shumë prindër nuk e kanë. Pra unë do doja shumë që prindrit të ishin, të pyesin, të marrin informacione, sepse filtrat ekzistojnë. Pra ata mund të instalohen në telefonat e fëmijëve tuaj, në mënyrë që ata të mos kenë akses në website që janë të rrezikshëm për ta. Një filtr u pengon fëmijëve që të postojnë foto të tyre, që të hapin aplikacione si Instagrami apo të tjera si këto që mund të jenë të rrezikshme. Një mbikëqyrje e aktivitetit të fëmijës në smartphone-in e tij apo në rrjetet sociale.